Një person i maskuar ka terrorizuar mesditën e kësaj të martë ambientet e një banke të nivelit të dytë, duke marrë me forcë në kërcënimin e armës një shumë parash. Është ende pa qartë nëse ja ka marrë parat nga një qytetar që po kryente një depozitim në atë moment apo nga arka. Sipas informacioneve, autori hyri në bankë me skafandër motori në kokë dhe në dukje ka një armë zjarri. Ai ka arritur të marrë parat brenda pak minutash. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në afërsitë të kryqëzimit të komunës së Parisit në rrugën Sulejman Delvina. Me pas autori është larguar me shpejtësi me një skuter, të cilin dyshohet se e kishte lënë jashtë bankës. Hetimet e drejtanishme tregojnë se grabitësi ka ndjekur itinerarin përmes rrugës Sulejman Delvina, ndërsa dyshohet se më vonë ka braktisur skuterin në një garazh për të humbur gjurmët. Pas kësaj ai dyshohet të ketë vijuar arrëtisje në drejtim të zonës së ish-bllokut. Shuma parave të grabitura ende nuk është bërë ditur. Forcat e shumta policie kanë nisur kontrollet në zonë dhe po kthyerin kamerat e sigurisë për identifikimin dhe kapjen e autorit.